Mirëdita. Përgatitrohu rresht në rrethinat kuvendit të Republikës së Shqipërisë, në rrugën hyrëse të tij apo në çdo hyrje e çdo dalje të kuvendit të Republikës së Shqipërisë janë sulmuar deputetët e kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Dhe nuk janë sulmuar vetëm deputetët e Partisë Socialiste, por sulmuar çdo deputet. Nuk janë sulmuar thjesht dhe vetëm deputetët burra të Partisë Socialiste apo kuvendit të Republikës së Shqipërisë, por janë sulmuar edhe deputetët gra. Tani, dhe këtu dua të komunikoj me policinë e shtetit. Në rast se këtë prognin, apo ca të tjerë aty, i keni shoqëruar apo kërkoni t'i shoqëroni se kanë qelluar me vezë makinën e Erion Braçës, bëni gabim shumë të madh. Shumë të madh. Shumë të madh. Unë gjërat e mia di t'i zgjidh vet. S'kam nevojë fare për kërkënd, siç nuk pata sot nevojë për kërkënd. Ajo që mua më shqetëson, dhe që do ta shihni në fotografinë bashkëngjitur kësaj videoje, është dora e ngritur dhe qëllimi, pra goditja e policisë të shtetit. Nëse goditet një deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, natyrisht që është e rëndë, shumë e rëndë, sepse ka të bëjë me sovranitetin e kuvendit, jo me thjesht vetëm integritetin edhe fizik të deputetit, por me sovranitetin e kuvendit. Po në rast se goditet polici i shtetit, kjo nuk është e re. Shqipëria e re. Ky është kaosi i ri. Sepse pora polici i shtetit bie shteti. Bie shteti, nuk bie Partia Socialiste. Nuk bie as sistemi që dërdollisin këta në rrjetet e tyre sociale. Po bie shteti. Dhe ky vend e ka vuajtur shumë rënien e shtetit. Rënien e shtetit. Shiheni foton dhe shiheni këtë kërmën, këtë prognin, duke goditur policën e shtetit. Sa po isha ta më pëja bëra kallëzimin për këtë palaçun shpërndarsin e drogës, shefin e Shqiponjave, shkova te mjekësia ligjore për të parë dëmtimet, por nuk ka mjek. Do me thonë, imagjinonin çfarë pike kemi arrit si shtet, që i dëmtuar i shkon për të bërë mjekësinë ligjore, thot hajde nesër. Do me thonë nesër kur shenjat keni ikur, do të më shku atje te. Dhe e çuditshme ishte që ajo e dinte që unë po shkoj aty. Kështu që kuptoni vetë. Tani po shija se mi ishte fik telefoni, po shija këtë postimin e këtij Kokcepshi, Taulan Pallës. Ore që ta dini, po më i kam qellu me ves, po i kam qellu para se pasi më ka qelluar me grusht. Kështu që shihni videon, më qellon me grusht dhe unë i bi me ves. A ka protestues më të mirë se kaq? Policit bie grusht dhe ti ja kthe me ves. Veza një dush edhe lahet. Jashtë dyrëve të parlamenti ka një protest dhe ne nuk mund të qëndrojmë kaq konform rregullave dhe zbatimit procedurës për miratimin e ligjit që përafrohet me aki komuniter, kur jashtë protestohet. Kam 31 ditë që protestojnë në një lëvizje gandiste që kur më parë Shqipëria nuk ka parë. Por, për fat keq, konstatoj dhe hipokrizin e deputetëve të mazhorancës, ku nga njëra anë deklarojnë që mbështesin protestën, dhe sot protestuesit dhunohen. Dhunohen nga policia e shtetit. Për çfarë po dhunohen? Pse po protestojnë? Për ndonjë akt vandalist? Dua t'ju kujtoj që ka një qëndrim të jurisprudencës në vazhdim të vendimit gjykatës europiane të drejtave të njerëzit, ku hedhja e vezëve ndaj politikanëve është formë e shprehjes së lirisë së mendimit. Ndaj Taulant të bëj thirrje të ndalohet dhuna jashtë. Me që jeni juve i vetmi, do t'i drejtohesha dhe ministrit përkatës të ndalohet dhuna. Ndaj protestuesve është formë zonja deputete e shprehjes së lirisë politike, të lirisë mendimit, ndaj kur hidhet vezë ndaj politikanëve. Është një qëndrim i vendimit, një vendimi i gjykatës europiane të drejtave të njerëzit. Po, është. Dhe kjo hedhja e vezëve është shprehje ndaj
keq qeverisje suaj është shpreje ndaj korrupsionit që ka kapur këtë qeveri dhe pa diskutim që hedhja e vezëve është gjëja më minimale që mund bëjë protestuesit ndaj pushtetarëve dhe keq qeverisjes së 13 viteve që drejtohet nga ju. Ka dhe diçka tjetër. Sot jemi përballë një situate që nuk është thjesht teknike apo administrative. Ne flasim për parafrim të legjislacionit me Bashkimin Evropian, por ndërkohë është një sfidë drejt për drejt edhe ndaj rendit kushtetues të Republikës Shqipërisë. Vendimi i gjykatës kushtetuese ndaj magjistratëve për rritjen e pagave që nga prilli i vitit 2024, për të cilin qeveria ka detyrimin ligjor, moral për ta zbatuar, ka zgjedhur të heshtë dhe ta vonojë atë. Ka mbetur dhe 3 javë nga përmbyllja e këtij sesioni. Dhe shikohet që nuk ka asnjë lëvizje nga ana e qeverisë. Si antar i Këshillit Legjislacionit, ja kemi lënë detyrë qeverisë, por e ka dhe nga vendimi për ta zbetuar vendimin e gjykatës kushtetuese që brenda datës 31 korrik të përfundoj rritja e pagës së magjistratëve. Faktikisht është një akt i papranueshëm moszbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese. Nuk është një vonesë burokratike, por një sfidë ndaj shtetit së drejtës. Është një mesazh i rrezikshëm që i dërgohet qytetarëve që ligji mund të anashkalohet, se kushtetuta mund të injorohet, se vendimet e gjykatës lartë mund të mbeten si letra pa vlerë. Të nderuar kolegë, ky precedent është i rrezikshëm. Nëse sot lejojmë që qeveria të mos zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese, nesër çfarë do të ndodhë? A do të lejojmë që mos të zbatohen vendimet e gjykatave tjera? A do të lejojmë që ligjet të mbeten thjesht rekomandime? Kjo është rruga drejt kaosit institucional dhe drejt shkatërimit të themeleve të demokracisë. Magjistratët janë shtylla e drejtësisë. Reforma në drejtësi shoqërohet dhe me integritetin e pagave. Ata nuk mund trajtohen si parëndësishëm, kur në fakt janë garantët e barazisë para ligjit. Mos respektimi të drejtave të tyre është mos respektim i vetë drejtësisë. Dhe pa drejtësi nuk ka demokraci, nuk ka shtet, nuk ka besim ndaj qytetarëve tek institucionet. Sot kërkojmë me forcë që kuvendi të mos qëndrojë spektator. Ne kemi detyrimin kushtetues të mbikëqyrim zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ne duhet kërkojmë llogari nga qeveria dhe t'i kërkojmë shpjegime për këtë vonesë të pajustifikuar dhe të kërkojmë veprimet menjëhershme. Mos respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese është një akt i rëndë, një plagë e hapur në trupin e shtetit. Është detyra jonë që ta ndalim këtë plagë, ta mbyllim me veprim, me përgjegjësi dhe me respekt për kushtetutën. Sot i bëj thirrje qeverisë që ta dërgojë projekt ligjin brenda afatit të caktuar dhe për ta trajtuar dhe për ta miratuar rritjen e pagave të magjistratëve. Nëse nuk reagojmë, nesër do të jemi bashkëfajtor për rënimin e shtetit të së drejtës dhe historia nuk do na e falë. Ju faleminderit. Zoti Ballar.